Jem nevojë për një strehim, për një banim, një shtëpi, banesë, çka të mundet. Unë çdo të premte të shkoj në xhami më lut për familjen time edhe me po një shtëpi. Lani lojë, nisa një bicikl se u bli asnjëri. Në një rrugicë të ngushtë të lagjës Vranjevs në Prishtinë, me qëra jeton familja Beqiri, 2 prindër të sëmur e 3 fëmijë me probleme shëndetësore. Dimri për ta nuk është vetëm i ftohtë, por është i pamëshirshëm, i pasigurt dhe kalohet me frikë. Çdo ditë për ta është luftë për mbijetesë, e çdo natë kalohet me lutje që dita e nesërme të ketë pak më shumë shpresë. Kjo familje nuk po kërkon luks, po kërkon vetëm një dhumë të tyre, pasi që rrezikohen të mbesin në rrugë. Jam nënë e 3 fëmijëve, kam djalin e madh me nevoja të veçanta, edhe këta tjerit kam probleme shëndetësore. Edhe burri ka punu në ndërtim ma herët, ka 2 operime. Aso, tash edhe ai nuk është mirë me shëndet. Çka ke nevojë, se sa të mu nuk më vjen mirë me dalë para kamerave. Aso po jem në hall për një shtëpi me vo. Për që që se ka mundësi dikush e shekot video me në ndihmu edhe për shërimin e djalit të madh. Çka ka djali madh vetë? Është me devijim, është me skelios. Ka kontrolla në kanë thonë edhe jashtë shtetit mund të më operu me qumë aso. E ka probleme shëndetësore, domethënë, edhe është fëmijë me nevoja të veçanta. Po drumi është pronarit, është pronari i banisë ose këtu se. Ju jetoni me qira? Po me qira, që 9 vjet na këtu me qira jemi. 150 euro kemi qira. Rast social jemi. Socialin e marrëm 130 euro. Edhe djali që i merr 150 tash që kanë bërë. Edhe që shtu ka pak punon burri, po nuk ja dalim se edhe vetes mund, kom me unozat, me diabet, me qëto probleme shëndetësore edhe vetë. S'po mundem ja dalim me gjitha ato. E këtu banojmë që 9 vjetë këtu, në pronari na ka thonë me lëshu, se në pranverë po do me bo ndërtes tjetër, e këtu po do me ishti sanët e veta, shka ato. Me arshu banesa, na dikund me na boni dikund me asus s'kemi ku shkojmë tjetër kund. Se edhe rruga është shumë keq edhe fëmijët e smund s'kam ku me shku. Vesh me ma boni strehim, do me thonë veç për fëmijët një strehim, se edhe veç më muj ma shumë. Për një nana shumë e vështirë, për me përballu me këtë gjendje me fëmijë, edhe burri po më dhimet edhe ai s'ka shka me bë, po mundohet me vete me punua, po s'po mund na qash me një rrogë. S'po mund është, edhe rrugë s'ka, një ditë punon, 2 ditë punon. Edhe ai ka probleme shëndetësore, fëmija po lypin në shkollë, çdo sendi po lypin, me terapia, me gjë. Na ka ndihmu njerëz. Kush na njeh, prej shkollës, djali domethënë ka shit këtu kemi shumë të mirë. Ka ndihmu edhe shkollat. Edhe për djali më ka ndihmu shkollat. Kanë të bo pare për që këmë qëtë tërshi. Në kam në modë të socialin a herë, të i paku shimore, të shoqata jetimet e Ballkanit e marrim, të kushina marrim, një shujt drekën e marrim. Faleminderit edhe atje mirë një ushim kemi të gachëm, shkëm e marrim vetëm. Sa ato, e tash më të tje. Edhe ata na kanë thonë listje, po s'ka që 8 vite edhe aty jem regjistru. Po presim, s'dim ka shkojmë, s'dim. O, mami, kur të bëjmë na shtëpi, oj, mami, pse na kështu? Ani, mami, të luftojmë, të bëjmë diçka, edhe na. Edhe ta kanë qef. Lani lojë, nisa një bicikl se u bli asnjërit. Për një strehim ma shumë, jem nevojë për një strehim, për një banim, një shtëpi, banesë, çka të mundet, kush ka mundësi me na ndihmua. Qëto janë dokumentat e fëmijëve, janë djalit të madh, do me thonë, qëto mas shumë të janë djalit madh. Janë diagnoza dhe gjitha, edhe shkak i terapisë që e kam unë vetë, gjysa një kom ndërprej shkak i kushteve, se shumë stres po muj me bleje, do me thonë. Se sociali po shkon veç qiraja, po shkon 130 euro dhe po të mjashtu edhe rryma këto qera, do me thonë s'me na dalin edhe që i marrë për djalin 150 euro, e shka pak qështu që punon burri, edhe që na ndihmojnë, na kanë ndihmu mas shumëti. Mundi me dalë edhe në rrugë me dalë, që jo është frika ma madhe, jemi ja fëmijët ku mi qitë në rrugë me dalë. Se e ka thonë, tash na ka lemrua, kur u kon verë na ka lemru, që duhet me lëshua. Mo tash na s'pëdim kushtet vetë si janë, se me pas kushtet mira është, po. Ti e dëzhyru si non, me ndalë hapat e tua për vitja? Po.
Që e komnar, po. I komnar se s'po mu, se që kjo 4 euro është një anë copë. Që jo 13, 2 një javët, ka 13 euro gjysë, një mujit i kam 2 kutia. Qëto edhe i komnar, qëto se kom pi një mujit 2 ti kati, vitaminët, se i kom pa tjetër ato me pi. Po i kom dërpre. Për djalin e madh jam shumë falënderues prej Zotit, se kur kom shku në ndikos, kom pa që ka rast edhe matronta, ka mataso, po ky kom thonë apet e lëmdërila prej Zotit që me kom dveta, nevojat e veta i kryen vetë, ka probleme shëndetësore, ka dhimbë shpinës, se dibimi është që ka dhimbë të dhe ka, nuk e zën gjumi, nuk ato të do qëtësinë e vetë, minnet dajmet mirë, minnet tonë, a mirë që shtu. Tu është shumë i dashën me mo, shumë aso, shka bon me mo është i lidhë shumë, mamive shumë ka qep me qitë me shetit. Në shesh që kur më ka njësë, mami e di shkojmë shesh, mami shtu ka shumë qep. Shkon gjumajat edhe djalimat edhe këta 2 tjerit, marrin avdes të 3, shkojnë, mami po shkojnë a mu lut për babin, për mamin. E shala një ditë mami edhe na bëjmë një banes, bona me shpitonon, e shumë, kur i shoh që shkojnë gjami edhe unë jem shumë e knashme me këta. Edhe këtë djali i dytë më thot, mami, ajte dhe ti një se falu që tene, ma sot, thash mami edhe unë me kismet. Kada, këtë gjona, sekret, stresi, këto sa ndot, po arrësh mi do obligime tjera që mi ngryje, e mo shumë janë fëmijë, shumë zgjuhët janë fëmijë. Edhe i pas ke jashtëzakonisht të edukum, edhe shumë janë, zgjuhët jem e knaqme, deri sot jem e knaqme, me fëmijët inshallah më rrinë edhe ma shumë. Unë edhe në shqitore gati s'mundi me shku me dalë, shkojnë ky, i madhi, mami, a kemi bli, hapat mi pi. Jo mami s'kom, nashta dikush ja jep dhe një parë në rrugë që vjen, që e lëshe. Thot unë e kom shkët i bli hapat, me parët e veta. Shkone mi bine dhe hapat. Ama uroj me krejt shpirtin tem, uroj që një ditë që ta djem të edukum, që ta djem të jashtëzakonshëm me të bo ty një nonë shumë krenore, edhe me ardhë une me të po, edhe me të thonë ty e lumja te për djemë të to. Inshallah, Leonor, faleminderit edhe për e jush. Unë është do të pramë të shkojnë gjami më lutë për familjen të me edhe me po një shpi u me najtë. Ja e di që shumë onë që shta. Edhe i tha mamit i shala një ditë ina një shpi. Kësmet, keni me bo një shpi, keni me më thirë për qaje, keni me më thirë për kafe, edhe kur të bona plako marë më kontrolu të te, apo, ki më bo mjek shumë i mirë dhe, apo, edhe ki me bo krenor nonin, ki me bo krenor babin, vlaznit, krejt, apo, edhe keni me plëcu krejt ondrat e juve, a ne, apo, qa keni jo?